Mirë të Bostan, drejtori i shkollës. Gëzohem. Gazetaren, shkrimtaren Rudina Xhunga. Unë kam provuar të guxoj, të bëj gjërat që dua. Dhe siç kam menduar ka ndodhur. Kam humbur dhe jam ngritur prapë. Unë jam një grua dhe mundem siç mundet një burr. Sfidat janë përherë ka qenë një moment i vështirë. Moment shumë i vështirë. Që unë nuk kam ditur dot ta shpjegoj me fjalët e mia këtë guxim të madh dhe këtë sfidë që i vura vetes dhe një grupi vajzash dhe djem shumë të rinj që më kanë ndjekur në aventurën tonë të shëndërimit nga televizion në kanal YouTube. Kjo është ajo që besoj sfidat përballoj ose lufta. E lexuara të fut në ca udhëtime dhe përjetime që pastaj të ndihmojnë dhe të edukojnë emocionet. Ato emocionet që djemtë dhe vajzat që ngasen Porsche me 200 nuk i kanë dot. Kam parë disa herë emisionin Shift që ke pasur në Talk Channel, por kam qenë shumë i vogël dhe nuk e sa vajme. Po pse shikoja apo shikon dhe familja, ti kaloj aty? Po, për familjen. Unë i kujtoj me shumë madh dhe nostalgji ato emisionet shqip të drejtuara nga ju, dhe në memorien time që atëherë dhe derisa të kem frym, do ngelet intervista juaj e realizuar me Recep Qosen. Kështu që me vërtet keni dhënë një kontribut tepër të shmuar, ndoshta më shumë se sa politika në fe.